Para bisedës edhe disa informacione për lajmin e fundit, sulmi fizik që është bërë sonte në orët e mbrëmjes ndaj udhëheqjes së sekretariatit të gruas lëvizjes vetëvendosur Nazlia Bale, i kemi pamjet, ajo ka qenë në CKUK për trajtim mjekësor para pak minutash. Ky është momenti kur ka dalë pasi ka marrë trajtimin mjekësor në CKUK, momenti që e ka lëshuar CKUK-n nën përcjellje të policisë, ka shkuar sërish për dhënë deklaratë në policinë e Kosovës për incidentin e rënd sulmin fizik që i ka ndodhur në orët e mbrëmjes në hyrje të banesës së saj këtu në Prishtinë. Pra janë në momente të daljes së saj nga CKUK-ja, ka marrë një trajtim mjekësor, siç e shihni, natyrisht ka mundur të ecë në këmbët e saj dhe është shoqëruar nga policia e Kosovës, është me makinën e policisë Kosovës, është dërguar në stacionin policor. Duket të ketë shenja në sy, është kërcënuar se do të vritet herën e radhës nga ata që e kanë sulmuar sonte fizikisht Zonjën Bale. Natyrisht gjithçka pas diskutimeve për futje në ligj të kategorive si kategori viktimat luftës edhe të grave dhe persona përgjithsisht të dhënuar gjatë luftës së fundit në Kosovë, një ligj i iniciuar për plotësim nga lëvizja vetëvendosje në Kuvendin e Kosovës para pak javësh. Vetëvendosja në një komunikat për shtyp e ka fajsuar qeverinë Thaçi, kryeministrin Thaçi, për atë që ka ndodhur për shkak të retorikës që është përdorur ditëve të fundit sa i përket kësaj çështje.